nuk ka marrë një vendim meritor sa i përket thelbit të kërkesës tonë. Ne jemi zgjedhur, jemi deputet të zgjedhur nga vota e popullit, në asnjë formë nuk i nënshtrohem asnjë diktati. Natyrisht nuk përjashtohet mundësia që të kemi edhe kompromis me partitë opozitare, mirë po më vjen keq që gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim meritor sa i përket thelbit të kërkesës tonë që ishte adresuar aty. E kjo kishte të bënte me çështjen e prezencës së deputetëve, gjë që është keq përdorur bojkoti si instrument i pamundësimit të funksionalizimit të institucioneve tona. Në këtë rast, mos pjesëmarrja e deputetëve shpeshherë ka shkaktuar situata të krizave politike që kanë ndikuar drejt për drejt në funksionimin e mirëfill të institucioneve tona. Prandaj kërkesa jonë nuk mori përgjigje. Nuk mori përgjigje nga gjykata, se a duhet deputetët a lejohen të bojkotojnë në seanca të tilla kaq të rëndësishme, pra a duhet të marrin pjesë apo jo. Nuk morën përgjigje nga kjo me idenë që gjykata është përgjigjur çështjes së tillë në vendimet e kaluara, ndonse nuk e kemi të qartë se për cilat vendime është fjala. Ne kemi pas shqetësimin e tillë se po në qoftë se gjykata kushtetuese të kish kërkuar që duhet të gjithë deputetët të qëndrojnë në sallë, ne do të ishim hyrë në një krizë institucionale. Ne jemi zgjedhur, jemi deputet të zgjedhur nga vota e popullit, në asnjë formë nuk i nënshtrohem asnjë diktati, as të qeverisë, as po. Me automatizëm duhet konsenzus, pak konsenzus, nëse sjellën cili do emën, unë mendoj që nuk do të kemi arritje dhe vendi do të shkojnë zgjedhje. Pozita fituesi zgjedhjeve do duhet definitivisht të jetë shumë fleksibil dhe të ofrojë diçka që nënkupton oferte pranueshme për kandidat, po flas për president, për opozitën, pavarësisht PDK-n, në mënyrë që vendit mos shkojnë në zgjedhje, sepse do të ishte jo vetëm e dëmshme, por edhe katastrofike dhe fatale për vendin që të shkohet në zgjedhje, edhe në palë zgjedhje të cilat, pse po themi kështu, fatkeqësisht nuk mund të sjellin ndonjë rezultat tjetër përveç se një mozaik, një themi problematik të ngjashme, e cila një rebus i cili nuk ka zgjidhje, edhe mund të ketë përsëritje të krizave që kemi pas vitin e kaluar. Pozita fituesi zgjedhjeve do duhet definitivisht të jetë shumë fleksibil dhe të ofrojë diçka që nënkupton oferte pranueshme për kandidat, po flas për president, për opozitën, pavarësisht PDK-n, në mënyrë që vendit mos shkojnë në zgjedhje, sepse do të ishte jo vetëm e dëmshme, por edhe katastrofike dhe fatale për vendin që të shkohet në zgjedhje, edhe në palë zgjedhje të cilat, pse po themi kështu, fatkeqësisht nuk mund të sjellin ndonjë rezultat tjetër përveç se një mozaik, një themi problematik të ngjashme, e cila një rebus i cili nuk ka zgjidhje, edhe mund të ketë përsëritje të krizave që kemi pas vitin e kaluar, e që mund përsëriten edhe për kryetar të kuvendit, edhe për qeveri, e tash kryetarin e kuvendit dhe qeverinë e kemi, për presidentin do duhet kishte një mirë kuptim dhe një, do të thosha unë, pse jo konsensus, po të paktën edhe tolerancë institucionale dhe vetdije institucionale që